Mushrik kanë besu Zotin. Po ata kanë besu ekzistimin e Allahut, mirë po nuk e kanë adhuru atë. Edhe kjo është ajo që sot e kësaj dite na e themi vazhdimisht se janë dy nivelet besimit. Besimi se Zoti ekziston dhe besimi se vetëm ai adhurim meriton. Sot shumë njerëz ka që besojnë se ekziston Zoti, ama ata nuk besojnë se është i vetmi që meriton adhurim. Pra armiqtë e profetit Muhammed nuk kanë qenë ateista. Po, kanë qenë politeista. Andaj domethënë kjo është ajo çështje se ateizmi ka qenë në disa prej profetëve më hershëm, mirë po këtë rast kemi të bëjmë me politeista, adhurues të shumë zotrave. Se shumica e showbizit i shohin për intervista thonë unë besoj shumë në Zot. Mirë është me besu në Zot, pa adhuron Zotin. Po, e tani kjo është ai problemi që nuk kanë ndesh me kuptu arabët në atë kohë, edhe nuk do me kuptu shumë njerëz sot. Andaj të jesh agnostik, të jesh teist, deist, nuk mjafton. Po duhet të jesh adhurues e atij Zotit. Që i bie xherim namaz. Po, e para ka të bënë madhurimet e zemrës, ka me madhurimin e tij dhe gjithë asaj që vjen prej tij. E dyta ka me dashuri absolute ndaj tij, që atë ta duash më shumë se çdo gjë. E treta ka nga frikë respekti ndaj tij, që frika dhe respekti yt jetë ndaj tij absolute. Pastaj ndaj tjerëve. Janë këto komponente që fillojnë në zemrën tënde. Nëse ty të mungon adhurimi, nëse ty të mungon dashuria e plotë ndaj Zotit, madhërimi i plotë ndaj tij, respekti i plotë ndaj tij, shpresa tek ai, atëherë ti nuk, domthonë besimi jot është sipërfaqësor. Edhe është i padobishëm dhe i pamjaftueshëm për me të shpëtuar ti karshi Allahut madhërisht. Dhe për këtë shkak mushrikët e Mekës kishin besimin në Zot se ekziston, po adhurimet ja dedikoshin këtyre, domthonë idhujve dhe ata mendonin atko se nëpërmes këtyre idhujve zotrave të vegjël mund t'i afrohen Zotit të madh. Ata besonin se Zoti i vetmi është ai që është në qiell, po këto në tokë i kanë për përditshmëritë e tyre. Është besim i gabuar edhe që edhe sot është i ngjashëm, njerëzit për shembull besojnë Zotin, ama secili ka një Zot të vogël vetën që adhuron, domethënë. Dikush famën, dikush parën, dikush pushtetin, dikush do thotë epshet e tij e kështu me radhë. Edhe andaj ai është më tepër është politik se sa është besimtar i vërtet. Pra që e besoj Zotin nuk mjafton. E besoj Zotin që ekziston, po pastaj vetëm Zot që ekziston unë e adhuroj. Atëherë je besimtar i mirëfillt. E normalisht mund është me pas mangësi, që mos me mujt mi përmbush të gjitha obligimet fetare, edhe je gjunaqar, mirë po ngelesh besimtar. Besimtar me plot kuptimin e fjalës, jo besimtar kuptimin e njerëzve që thotë unë e besoj Zotin. Zoti kërkon përkushtim, Zoti kërkon adhurim, Zoti kërkon nënshtrim, Zoti kërkon dashuri, Zoti kërkon frikë respekt ndaj tij. Nëse si këto komponente, atëherë besimi jot është i cekat.